Por shumica mund të kenë lidhje edhe me qenie jo të mira. Sidomos ato që bëjnë fallë kështu gjërash, unë nuk jam pro. Magji, po. Se ato persona që bëjnë magji janë për mendimin tim duhet të ruhen shumë sepse nuk kanë lidhje me Zotin. Nuk kanë lidhje me të mirën, me dritën dhe i bën njerëzve shumë keq. I dëmtojnë jetën e tyre dhe është një manipulim fundja fundit. Në mënyrë të pavetëdijshme, por është një manipulim. Dhe njerëzimi nganjëherë shkon këshill budallë që i thamun, dhe shkojnë këto persona sepse kanë mungesë. Kanë mungesë vetbesimit. Po. Në vend që të thonë, "Ok, unë lutem që çdo gjë që është në familjen time të shkojë mirë. Nuk kam nevojë të di të ardhmen se çfarë do ndodhen, më mirë lutem tani sepse e ardhmja është gjithmonë e lidhur me të tanishmen. Ne ndryshojmë të kaluarën dhe të ardhmen informacionin, nëse ne bëjmë diçka të mirë ose të keqe. E kuptoj. Nëse një person është i mirë, do të ketë ardhmen e mirë. Nuk ka nevojë të ketë frikë. Dhe sepse çdo sfidë, E ardhme në këtë tokë, e ardhme në jetë. çdo të ardhmen, sepse çdo gjë është paralele. Edhe ardhmja e shpirtit, edhe ardhmja e trupit nga ana fizike. Çdo gjë zhvillohet kur ne bëjmë mirë. Kur bëjmë keq duhet të ruhemi shumë, sepse të vjen, është ai bumarangu që të vjen dikur mbrapsht. Dhe nuk kemi nevojë të shkojmë në fallxhore si kështu. Ka persona që duhet dinë për shembull një temë dhe bëjnë letrat, a din, kështu që shikojnë, e kam kuptuar, po ajo nuk është gjë pjesë e keqe. Sepse shikojnë, domethënë, okay, duhet shikoj, a është kjo temë, ky biznes. Ta hap, mos ta hap. Të shkojnë fëmija në këtë shkollë, në këtë studim, a ndoshta nuk është mirë, ndoshta duhet bëj diçka tjetër. Dhe janë më shumë këto pyetje përgjigje për të qenë më të sigurt që mos të bëjmë hapa të gabuar, edhe pse njerëzit vetë ndjejnë normalisht në të pavetëdijshme. Por kuptohet, duan atë aprovimin. Por nuk kemi nevojë të bëjmë gjëra tjera.